Asnjë i huaj, i parë të prerë nga zemra, i parë i lindur, njeriu natyror mishor, që nuk do të zbatoj ligjin, nuk hyn në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri. Sepse në Jeruzalemin e ri do mbahet ligji brenda. Dhe jashtë kombet, thot Isaia 66, që në qytetin e ri, në qiellin e ri, në tokën e re, nga një muaj i ri në tjetër, nga një sabat në tjetër, do vinë të bjenë në gjunjë përpara meje, thotë Yahweh. Dhe i bile se kishte fjalën jo vetëm për izraelitët, por edhe ndonjë i huaj që ndodhet në mes të bijve të Izraelit, që ne ishim të huaj ndaj beslidhjes, se jemi ne këtu që po flet masandaj, në vargun edhe ndonjë i huaj që ndodhet në mes të bijve të Izraelit. Dhe tregon masandaj që në atë kohë më përpara, se të vinte kjo profeci për akoma që s'është përmbushur, thot levitët atëre u larguan, thot, kur Izraeli dori nga rruga e drejtë, dhe u shmangën nga unë, thot atë Yahweh, për të shkuar pas idhujve të tyre. Do të ndëshkohen me paudhësinë e tyre, që ose spendohen në popullin tonë. Me i thate, po jep detyrën tani që këta levitët, kur të vi Mesia Jeshua në priftërinë e tij që do jetë e manifestuar në plotësinë e vërtetë, sepse do jetë në tokë, do ta shikojnë, si ata që janë ngjallur normal, por dhe ata që janë të vdekshëm, që kanë mbetur mbas gjykimit të 3.5 vjeçarit, ata masandaj do ta shikojnë shërbesën e Mesias Jeshuas, si është kryeprifti përsosur i lartë i atit Yahweh, dhe janë levitët masandaj që do kryejnë, do shërbejnë si roje në portat e tempullit, që është brenda tempulli që flet në Ezbulesa 3, do t'ju bësh shtyllën në tempullin e Zotit tim, thotë Mesia Jeshua. Këta levitët, që pam pak më përpara, ja ku i ke, levitët, e kështë fjallën që etrit e tyre u larguan nga mua, por thotë, janë disa që ati gjendje thotë do japi çfarë detyrën që këta do shërbejnë si roje në portat e tempullit që do ndërtohet e 1000 vjeçarit. Dhe këta do kryen shërbime në tempull, thot, dhe këta do therin në ofertat e djegshme, holokauste do thot ofertat e djegshme, thot Isaia 56, që kombe do sjellin ofertat e tyre në shtëpinë e lutjes. Në shtëpinë e lutjes është tempulli i 1000 vjeçarit. Do therin ofertat e djegshme këta levitët dhe flimet për popullin. Për kë popull? Për ata që janë jashtë. Kombet që kanë mbetur jashtë, do sjellin ofertat e tyre. Dikush thot çfarë po thua vëlla? Okej, Isaia 56. Gjë që flet për, masandaj, për sabatin si kërkesë dhe si detyrim që nuk duhet të përdosë. Okej, ja, kur kemi Isaian 56, që siç po thesha, kërkesa që aty kërkon dhe janë njerëz që janë të bekuar, këta që veprojnë kështu, përse sepse respektojnë sabatin e tija, pa e përdosur, dhe në këtë mënyrë masandaj, ata do t'u jepet, shikon, të po i mbajnë me beslidhje çfarë respektojnë sabatet, do t'u jepet atyre në shtëpinë time, thot atë Yahweh, në qytetin e ri, Jeruzalemin e ri, brenda mureve të qytetit, thot një vend dhe një emër të përjetshëm që nuk do të fshihet kurrë. Dhe ndo masandaj prapë kishte fjalën që dhe bijtë të huajve që janë në mes të bijve të Izraelit, shikon, bijve të huaj që janë në mes të Izraelit, që po preknin pak më përpara, që beshe fjalë që dhe të huajt këtuja. Ja ku kemi? Në një huaj që ndodhe në mes të bijve të Izraelit, po flet për kombet ne tani në Mesian Jeshuan. Ne bijve të huajve që jemi bashkuar me Yahweh, u bashkuar me atin nëpërmjet Mesias Jeshua, se Efezianës 2, Romakëve 11, mbaj mend vëlla motër. Këto 2 kapitull që përbëjnë beslidhjen e re, kur të pyet një njeri masandaj dhe përse ku je bashkuar,
Jemi bashkuar me beslidhjet e përjetshme që ka folur më përpara dhe sabatin këtë rast festat biblike apo ligji i Atit që është një beslidhje e përjetshme, sepse ligji është i përjetshëm, ti e di atë gjë. Dhe ata që janë bashkuar për të shërbyer, masandaj Zotit Jahue, për të dashur emrin e Tij, për të qenë shërbëtorët e Tij, të tërë ata që respektojnë sabatin pa e përdosur, që i përmbahen me vendoshmëri beslidhjes sime, prapë dhe unë thotë dhe këta të huajt, do t'i çoj në malin tim të veçuar të shenjtë, dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes. Dhe këta ofertat e djegshme dhe flijimet e tyre që janë në kombet jashtë për të shërbyer, dhe këtu ka fjalën për kombe vëllazër, jo për ne, sepse jemi brenda qytetit, tashmë është marrë emri i përjetshëm. Por këtu sepse foli gjatë për emrin e përjetshëm mbi njeriu, por këta janë bitet huajve që kanë vetur jashtë për ta korrigjuar veten time. Ata që janë jashtë që do sillin ofertat e tyre, do sillin, sepse ne nuk çojmë me oferta kur jemi të ringjallur me trupin ynor, jemi brenda në banesat tona. Më kupton vëllazër? Këtu po fliste që ata që janë bashkuar bitet të huajve më përpara të kombeve apo edhe kombe që kanë mbetur, kombe që kanë mbetur jashtë qytetit, në të rastë Jeruzalemit të ri, ta janë të vdekshëm. Dhe Bibla thotë që do vendosin besimin, që thotë në Isaia 51, që do vendosin besimin në krahun tim të djathtë, thotë Ati Jahue, krahu i djathtë që qëndron të djathtën është Mesia Jashua. Ta janë bitet të huajve këtuja. Ta në këtë rast do vinë Zekaria 14, do vinë të mbajnë festat e Atit dhe kështu në këtë mënyrë po i shërbejnë dhe duan emrin e Tij, po respektojnë sabatin e Tij, dhe a thot masandaj do t'i çoj në malin tim të veçuar, do t'i mbush me gëzim në shtëpinë e lutjes, ofertat e tyre të djegshme dhe frijimet e tyre do të pëlqejnë mbi altarin tim, thot Ati Jahue, në tempullin që akoma nuk e ndërtuar. Dhe qyteti i ri, thot Jeruzalemi i ri, thot shtëpia ime do të quhet shtëpi lutjes për të gjithë popujt që kanë mbetur. Do të Jahue që i mbledh të shpëndarët e Izraelit, thot, unë do t'i mbledh rreth tij edhe të tjerë përveç atyre që kanë mbledhur. Kombet jashtë. Profecia që është e lidhur me sabatin, që respektojnë sabatin pa e përdosur, se përben çfarë? Nder ndaj beslidhjes së Atit Jahue. Përben kjo ekuacioni në kombin tonë? Unë e di që me të ekspozuar diçka, ne bazohemi vetëm në ato ekspozime që unë bëj. Masandaj, vetëm ato dhe harron masandaj njeriu çfarë do të bëjë në jetën e tij. Që të mbajë urdhrimet e ligjit të tij. Ajo është tërë ekspozimi që po bëj dhe që po bëj në zemrën tënde. Po njerëzit bazohen këtu Kundalini, Benihin këtu, apo kene tegën këtu, këto gjëra tashmë i dinim dhe vazhdojnë të shkelin sabatet dhe festat e tij dhe nuk do t'ia dinë për të mbajtur urdhrimet e ligjit. Prapë në të njëjtën gënjeshtër qëndrojnë. Dhe thotë dhe masandaj ne Zekaria 14 thotë që ka disa levitë që do marrin për disa kombeve për rreth aty, thotë dhe këta janë ata të huajt që do bashkohen me bijtë e Izraelit. Dhe këta masandaj do kenë shërbesën në ofertat e djegshme që pam pak më përpara, këta levitë. Dhe fjala levit do thotë që ka të bëjë me shërbesën që je vendosur si prift, ju kanë bërë priftë dhe mbretër, thoshte Mesia Jeshua. Ofertat e djegshme dhe flijimet për popullit dhe do të rrinë përpara Atit Jahue për t'i shërbyer. Duke qenë se i kanë shërbyer përpara idhujve të tij dhe kanë bërë që shtëpia e Izraelit të bie në mëkat, unë thotë ngrita dorën time kundra tyre, thotë. Thotë Zoti Jahue, duke u betuar se do të ndëshkohen për mëkatin e tyre. Mos ndoshta Ati Aron dhe nuk do të më afrohen me për më shërbyer si priftërin as
do të ofrohen asnjëra prej gjërave të mia të shenjta. Këta që kanë çfarë, që kanë drejtuar popullin të shkojnë në mëkat, sepse këta nuk janë penduar akoma. Dhe këta i kanë shërbyer idhujve. Dhe kanë bërë që çfarë, populli të bjerë në mëkat. I kanë shërbyer idhujve që populli të bjerë në mëkat. Dhe zyra e priftërimeve vjen nga levitët, jo nga katolicizmi ortodoks i vetë zgjedhur me idhujt e ikonave dhe të vdekurve të tyre. Që nuk kanë të bëjnë fare me gjërat e veçuara të Atit Jahve, që është ligji i Tij. Por këta do mbajnë turpin e tyre dhe ndëshkimin e tyre për veprimet e neveritshme që kanë kryer. Veprimet e neveritshme që kanë kryer, po kryejnë. Do pendohen këta njerëz? Ti që po i ndjek, ti a do pendohesh? Sepse ke vilajetin e ke të njëjtë sekt, të njëjtit kult, Panon e ke të njëjtit kult, Alkin Kitën i ke të njëjtit kult. Dhe më mirë se që njohin veten e tyre, se shfaqin frutat e tyre që njihen nëpërmjet frutave të tyre. Një të ata thot, ka fjallën për këta levitët që ati kështë vend për të tjere, se ata që do ndëshkohen, nuk ka me, do marrin ndëshkimin e tyre, thot, por për të tjere, thot, do të besoj ruajtjen, atyre ruajtjen e tempullit, si shta pak më përpara, për çdo shërbim të tij që do bëhet, por priftërinë të levitë, bitë e Zadokut, këta janë çfarë? Këta që kanë treguar kujdes për shenjtorin tim, thot, kur ishte edhe në kohën e Mesias ndodhi që këta u goditën, por përpara sa ishin Zadokët, ishin këta bite e levitëve, pra që këta ishin në kohën e Solomonit, të tempullit të Solomonit. Ta thot treguan kujdes thot për shërbëtorin time kur bite e Izraelit u shmangën nga mua, thot, u ikën nga ligji, thot, e përdosën ligjin. Dhe ta bite e Zadokut do të më afrohen për të më shërbyer dhe të qëndrojnë përpara meje për të më ofruar djamin dhe gjakun, thotë Zoti Jahve. Që do vinë nga kombet që janë të vdekshëm dhe Zadokët do jenë në mbikëqyrjen e Mesias Jashuas, bite e Zadokut. Ta kanë detyrë më të lartë të çojnë ofertën përpara Atit, të qëndrojnë përpara meje, thot, për të ofruar djamin dhe gjakun, thot, e ofertave të kombeve. Hosea 1. Megjithatë, numri i bijve të Izraelit do të jetë si rera e detit, që nuk mund të matet as të llogaritet. Dhe do të ndodhi që në vend që do të thuat atyre nuk jeni populli im, do të thuat atyre ju jeni bijtë e Zotit të gjallë. Pastaj bijtë e Judës dhe bijtë e Izraelit do të bashkohen tokë. Kjo është profecia që nuk ka ndodhur akoma. Për këta që çfarë janë penduar nga shkelit e ligjit, kanë besuar tek Mesia Jashua, gjë që në shtrëngimin e madh do ndodhin shumë pendime, si nga kombet, si nga bijtë e Izraelit. Kur them bijtë e Izraelit, them 12 fiset e Izraelit janë të shpërndarë në tërë botën. Dhe këtu bijtë e Judës dhe bijtë e Izraelit janë dy mbretëritë që masandaj Ati do t'i bashkojnë atë, do t'i bashkojë tokë, thotë, në shkopin, është një profesi e shkopit që flet masandaj mos gabojnë në Jeremia dhe në që apo në prapë në Hosea më vonë, që thotë do bëhen një në dorën time. Do të bashkohen tokë, do të zgjedhin për veten e tyre një prijes të vetëm. Kush është prijesi i vetëm këtu, vëlla motër? Që këta 12 fiset e Izraelit do ta kenë si prijes, si drejtues të vetëm. Si mendoni juve? Ka fjalën për Mesian Jashuan, vëlla motër.
profecia e tij është përpara. Dhe do të dalin jashtë të vendit të tyre, sepse e madhe është dita e Jerzelit. Jerzeli ndërtoi tempullin atë kohë. Dhe këta thot, masandaj, bitë e Judës, bitë e Izraelit do të ndërtojnë tempullin e jo këtë që po ndërtojnë tani, vëlla motër. Po ka fjalën për atë të 1000 vjeçarit. Veslidhja e re që ne kemi hyrë, ja ku ke shtëpinë e Izraelit dhe të Judës, që Mesia erdhi, masandaj, për të bashkuar tani ata që do të pranonin, që shumë e pranuan, mira judejnë e pranuan, por fetarët e kohës atëre, farisejnë, saducejnë, dhe kush i ndiqte farisejnë, mësimet e tyre nuk e pranuan Mesian, dhe goditën bashkë me romakët. Por nuk përzihet me mira judejnë që e pranuan dhe e shtruan palmat masandaj, që thoshte ti je mbreti i Izraelit. Ata e pranuan, mbajtur në urdhrimet e ligjit. Veslidhjen që ati beri dhe mbas ringjalljes do shtihet ligji në mendjet tona, do shkruhet në zemrën tona, dhe ati Jahue do jetë Zoti jonë, dhe ne do jemi populli i tij. Ku e përmendëm këtë? Ne 2 Kronikave, e 2 Korintasve 6, që apostulli po citonte pak më përpara. Po citonte. Ja ku kemi këtu. Do të jem atë për ju dhe ju do të jeni si bijat dhe bijat e mi, thot Jahue, e kishte fjalën për Jeremia 31 që sapo prekëm. Dhe kjo është apostulli Shaul këtu po flet, që në fillim çfarë po flet? Për pendimin. Sensibilizimin. Dhe po flet për premtimet më vonë, çfarë ka thënë, dhe shpërblimin. Ndërkohë, si bëhet që ti e ke hequr ligjin tani, ndërkohë ati do ta shkruaj ligjin e tij në zemrat tona mbas ringjalljes, që është premtimi i beslidhjes së re. Premtimi i beslidhjes së re. Që ne jemi shartuar me 12 fiset e Izraelit që kanë besuar në Mesia Jeshua dhe jemi shartuar potencialisht në qytetarinë e Izraelit. Efesianë 2. Efesianë 2, vargu 11-18, që përmend themelet tënde. Dhe themelet janë të tyret, premtimet janë të tyret, Romakëve 4, Romakëve 9, Romakëve 11. Romakëve 4 flet. Ok, ta marrë nga internet. Çfarë fletë Romakëve dhe ku kemi hyrë neve? Që sot besimtari mesëm nuk jash mësuar ku ka hyrë. Që po fletë masandaj për Abrahamin, i shfaqsuar thot nëpërmjet besimit dhe masandaj e tregovi besimin me anë të veprave, urdhimeve të ligjit që ai tregon masandaj dhe atë dëshmon në Zana filla 26, 5. Ndoshta është në 9. Është në 9, por një moment, është në 9. Është një varg që është shumë i fuqishëm, që vajtonte apostulli për popullin e tij. Po. Në vargu 2 deri në 4. Kam një trishtim të madh, thot, një dhimbje të vazhdueshme në zemrën time. Normal që çdo ditë ndjej më të gjë për popullin tim. Ata që përmendin emrin e Mesias të Krishtit. Sepse do doja, thot, ishte vetë i mallkuar i ndarë nga Mesia, thot, për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, të cilët janë izraelitët, të cilët janë shqiptarë,
Ta Izraelitë çfarë? Atyre çfarë u përket? Atyre u përket birëria, lavdia, e ka fjalën për ringjalljen. Lavdia në të njëjtën kohë për të shpallur lajmin e mirë të mbretërisë. Beslidhjet. Shpallja e ligjit. Shërbimi ynor dhe premtimet. E shfaqën ndonjë në ekran në shërbesën tënde? Ky varg? Dhe ky varg është i bashkangjitur me shartimin që neve bëmë në beslidhjen e re, me dy mefiset e Izraelit që adresohen në Jakubi 1. Që po e shkruante dy mefiset e Izraelit që ishin shpërndarë në diasporë. Pra Pietri shkruan në letrën e tij. Atyre u përket biriria, përse? Sepse me Mesian Jashuan mund të fitojnë në biririnë. Tani, në këtë mënyrë. Lavdia, po, siç thash pak më përpara, ati e shfaqi lavdinë nëpërmjet tyre, e ruajti, e zgjodhi sovranisht dhe dëshiron ta shfaqi lavdinë kur t'i ringjalli. Dhe beslidhjet u dhan atyre që i prekën pak më përpara në mësimet e mëparë, beslidhjen që nga Adami deri tek beslidhja e paqes që s'ka ardhur akoma, beslidhja e 1000 vjeçarit, ku do mbretërojë Mesia Jeshua në tokë. Shpallja e ligjit, po, do atyre. Shërbimi ynor, sa po pam shërbimin ynor dhe premtimet. Nuk e pam ne? Shërbimi ynor? Ja ku ke shërbimin ynor. Shërbimin që do ndodhi, që vazhdon ky shërbim, është i përjetshëm. Zyra e priftërinjve dhe kryepriftit është e përjetshme, sepse ligji që përben zyrën e shërbesës nëpërmjet levitëve dhe masandaj kryepriftit masandaj nëpërmjet rendit të Melkisedekut në njëjtën kohë është një shërbesë e përjetshme sepse ligji është i përjetshëm. Kur ligji ka vendosur shërbesën me anë të ofertave që duhet të sillte populli, është i përjetshëm. Dhe shërbesa është e përjetshme, zyra e kryepriftit është e përjetshme. Kurse të tëra këto i përket atyre, ju përket atyre, okay, ju përket atyre. Okay, çfarë po theshe ti? Okay. Po nesër do shkojmë atje do vëmë. Okay. Po atje në kafja çfarë po thoshe? Opa. Kështu mendojmë, kështu bëjnë drejtuesit sot. Kështu bëjnë. Harohet çfarë neve kemi hyrë. Dhe në këto kemi hyrë neve. Apo jo, unë dua biririnë, lavdinë, mos më thuaj për beslidhjet. Mos përmend këto dy gjëra këtu të pa. Dua unë shërbimin dhe premtimet, lavdinë dhe biririmin. Kurse këto të tjerat këtuja, leri ato hoqen dhe haleluja, kaq. Dhe vazhdojmë në fetarizmin tonë. Se këto dy gjëra të nënvizuara u hoqën sipas tyre. U hoqën nga i ligu. U hoqën nga i ligu sepse po të shikojmë Isaia 24, ka disa gjëra që kanë thënë dhe janë hequr. Janë hequr në mënyrë të mërshme. Ja të shikojmë një varg. Që po të lexojmë pak Biblën, kuptojmë disa profeci, sidomos libri i Jeshaja me Ezekielin apo sidomos Jeshaja është i mbushur. Është i mbushur, po ta marrësh pak me qetësi dhe nuk ja fut masandaj gurët e çmuar të qytetit të ri, të Jeruzalemit të ri, ja vesh shtëpisë tënde masandaj dhe me 10 shtëpi të tjera. Dhe ndalon procesin e flakjes, masandaj dhe
Jo, po ti mund të profetizosh dhe je një profet që profetizon gjëra të vinën nga në ekzistencë. To janë manipulimet të kundalinit që tani po ekspozohen në mënyrë të papare. Edhe nuk din çfarë të bëjnë këto gra të pamësuara, të paqëndrueshme që shtrembërojnë shkrimin për humbjen e tyre. Dhe burra bashkë, po flasim kush ka vesh dëgjon. Se po ti shikosh frutat e tyre çfarë praktikojnë, janë gjërat katolike ortodokse. Të njëjta gjëra duke ndjekur masandaj të vdekurit. Të vdekurit, që Beni Hinn masandaj ndiqte të vdekurit dhe prej tyre janë marrë, këta janë pionerët. Që dhe Tirana ndjek masandaj. Ndërkohë toka do zbrazet plotësisht dhe do plaskitet plotësisht, sepse Yahweh ka thënë këtë fjalë. Dhe siç thash, dhe do të shfaqim atë videon, më fal një moment, do të shfaqim atë videon edhe është koha të ekspozojmë shumë prej gjërave. Dhe nuk di në ku janë me kohën e Atit Yahweh në kohën profetike dhe bëjnë deklarata masandaj pa lidhje. Ndërkohë gjëra do keqësohen, gjëra do intensifikohen, kurse këta njerëz mendojnë që gjëra do rregullohen. Okej. Gjëra do rregullohen. Ja një moment sa ta shfaqim. Ja ta mbarojmë këtë dhe shfaqim më vonë. Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet dhe po meket, shikon që Ati Yahweh thot po ndodhin gjëra drejt, sepse çfarë kanë bërë? Populli do ligështohet, banorët e tokës thot toka është përdosur nga banorët e saj, sepse kanë shkelur ligjet e Zotit Yahweh, kanë ndryshuar statutin që është i përjetshëm dhe kanë marrë në përkembë beslidhjen e përjetshme të ligjit të Zotit Yahweh. Dhe tregon arsyen përse. E tregove arsyen me çfarë janë bashkuar më përpara, nuk folëm. Dhe kanë marrë në përkembë ligjin që është beslidhja e përjetshme. Që është beslidhja e përjetshme. Prandaj, ky mallkim ka përpir tokën dhe banorët e saj, përse këta banorët e saj që janë të dëshpëruar, sepse kanë shkelur ligjet. Dhe banorët e tokës po digjen dhe të pakët janë burrat që kanë mbetur. Ndërkohë profecia është që 7 gra do ndjekin një burrë. Përse 7 gra? Sepse burrat janë goditur. Burri ka përgjegjësinë më të madhe. Dhe prandaj kur ti vëlla bën komentin që pleqët do të jenë ata që drejtojnë asamblejën e kishën, por cilët në Shqipëri? Në qoftë se po e dëgjon. Cilët? Se në qoftë se unë po të bëj komentin dhe të shkruaj diçka atje, unë e di që ti do kthesh disa gjëra masandaj, sepse po ti shet për të adresuar në mënyrën e saktë, ti do përgjigjesh masandaj kur unë të shkruaj në WhatsApp. Aty akoma nuk e ke parë zanores që unë të dërgova në WhatsApp. Por normal që neve bëjmë komente të tilla dhe masandaj jemi njëri prej atyre që jemi pjesë e sistemit. Sepse unë erdha në Shqipëri dhe kisha dëshirë të takoje, por kontaktove gjë. Do thotë që jemi akoma nën bishën e Romës. Ndërkohë profecia thotë që në atë ditë thotë, ja ta hedhim atë profecinë. Ja ta gjetë profesinë. Është të fuqishme në profesi. Besoj se në Ishaja, po ai është. Në Ishaja, në 4, që flet për gjykimin, flet për mbrojtjen, se Fenea 2-3 e njëjta gjë, kemi prekur më përpara.
Ja, të karikoj kompjuteri. Okej. Në mungojnë 2 vargjet e para që flet për atë gjë, që një profesi që akoma nuk është përmbushur. Prandaj them që libri Jeshaja është merësisht i mbushur me urtësi dhe do interpretimin e duhur patjetër. Dhe nuk i rumbullakosim si që rumbullakosim dhe Ezekielin 36, ndodhi çdo gjë është përmbushur, që në 36 deri në 49 që akoma nuk ka ardhur ajo shërbesë e pritërinjve që sapo lexuam, kurse protestantët ungjillor mas andaj thonë me njerë, po ja kjo është tashmë është përmbushur dhe të tëra i bën mas andaj të përmbushura dhe ligjin u përmbushu hoq dhe këto u hoqën, të tëra janë hequr edhe kaq, domethënë mas andaj s'ka rëndësime. Ka rëndësime. Sipas tyre. Ja një moment. Okej, pas kem pak kohë para se të mos regjistronte kjo, po okej. Ja një moment, ma motër. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për shtet